Sot jemi mbledhur në rritje të mëdha, por edhe kanari të thellë që të përzihen për në pagesën e fundit bashkëpunëtorin tonë, invalidin e shqiptarit të Kosovës, Recep Iqi Kapomarani. Recep ishte biri i vendit që nuk përsev asgjë as për lirinë e Kosovës. Ai u rreshtua në vendosmërinë e radhës së shqiptarit të Kosovës në momentet më të vështira kur kërkoi guxim, sakrificë dhe dashuri vërtet për atë vend. Mori rrugën për Shqipëri për të siguruar amakim dhe kishte pjesëmarrës, dhe ishin shumë pjesëmarrës që ronë në pritën e modhe në rrasa Zogut në një të tek për e në AFT. Betej që kishte sakrifica mundime kur edhe u flas së bashku me shumë bashkëpunëtorë. Recepi nuk u thi, edhe pse rruga për sakrifica ishte mjaft e mundshme vetëm për t'i dalë Zot amanetit të komandantit zezëndar Adem Jashari dhe shënimin e tojën tonë. Ai përjetoi shumë sakrifica, mori pjesë në shumë betejë, por në fati deshti që të mos dohet nga ne, mos dohet nga dëshmorët, por gjeti vdekjen në kohën e sotit, dhe fatkeqësisht mas 26 vite mori statusin e invalidit nga shteti i dashur. Sot ne e nderojmë jo vetëm si invalid lufte, por si simbol qendrese dhe përkushtim. Dhimbja e tij, plagët e tij janë plagë të lirisë sonë. Në emër të shoqatave të dalën nga lufta dega në Drenas, familje dëshmorëve dhe veteranëve, shprehim mirënjohje dhe respektin më të madh për veprën e tij dhe për familjen e tij fisnike, gjithmonë ka qenë pranë luftës dhe vlerat e tij. Recep Iqi do të kujtohet për herë me nder si një njeri i drejtë, i guximshëm dhe i pavarur që jetoi dhe përpoq për një Kosovë të lirë dhe të qetë. Lavdi jetës dhe veprës së tij, lavdi të gjithë dëshmorëve, respekt veteranëve dhe invalidëve të shqiptarit të Kosovës. Lavdi. Nuk e falenderoj se ka një orë ditë. Këtaj për Emilio të Garim. Këtaj respekti për kontributin e tij. Deron. Lavdi.